Ideja është askush mbrapa, asnjë person i cili në Kosovë të paktën i garanton gjitha drejtat me ligj, po është në margjina të jetës një farë mënyre dhe mirëqenia e komuniteteve, gjitha e duke përfshirë dhe komunitetin LGBT, çdo herë mbetet mbrapa e nuk janë të barabartë ashtu siç është me ligj. Ideja është, kjo është një slogan edhe të inspiruar prej konventave të drejtave të njerëzit në nivel botror. Ideja është që të jemi të gjithë të barabartë. Po një ide ma kreative që asnjë hap mbrapa. Ideja është që ne kemi shku përpara me legjislacion, të paktën mos të kthehemi, për shkak se siç e dini kohëve të fundit ka pas edhe ato sulmet, gjuhës të urrejtjes, në një farë mënyrë e kanë kthy në regres. Pra ka hapa mbrapa, po thoni? Po, ka hapa mbrapa në kuptimin e asaj që i themi de facto, ose asaj që e pranimit, edhe një tendencë për me i frigu komunitetin, por në aspektin ligjor jemi mbet aty ku kemi qenë, veç që ka një prapakthim në aspektin e asaj dukshmërisë të komunitetit, ose ka një tendencë për me i frigu, edhe ideja është me këtë slogan. Nga kush është kjo tendencë para sa të kalojmë tek Toma? Nga shumë struktura. Do të thoja nga shumë struktura, duke fillu, sidomos ka qenë ma e dhemshmja, ka qenë kur ka ardhur nga Parlamenti i Kosovës. Ajo gjuha e strukturume nga disa deputet. Cila është një prej deklaratave, të mos flasim kështu bashkë me emra, po një deklarat që ndoshta nuk e kanë prit shumë mirë komuniteti ose ka qenë ofenduese për ta? Ndoshta edhe me emra, me që janë publike disa. Kemi ushtru ndaj Lavinota Demi, deputetës, kemi shtru edhe padi ndaj kuvendit, në përgjithësi që është leju, ajo gjuhë denigruese, fyse, shkelje të dignitetin nxitse, urrejtëse, edhe ne kemi adresu, sepse ka qenë ma e dhemshmja kur ka ardhur prej Parlamentit, më vonë ka ardhur nga fushata, nga gjatë kohës së fushatës ka pas edhe aty kemi dërgu padi të ndryshme, po ka ardhur nga partitë e ndryshme, s'do t'i ndaja veç e veç, po kemi adresu në KQZ, e që ka qenë edhe mshme kësa here, ka qenë që apelin i ka refuzu padit tona, duke më se njoft gjuhën e urrejtjes, ashtu qysh e nje kushtetuta jonë ose ligjet tona.